Përshëndetje, mirë se erdhët në kursin ton HTML e CSS. Ky kurs ju shërben atyre që për herë të parë dëshirojnë të njihen me gjuhën e programimit të faqeve të internetit HTML dhe fletët e stileve me shkallëzime CSS. Për programimin e faqeve të internetit ekzistojnë shumë gjuhë programimi, si për shembull PHP, JavaScript, ASP, etj. Por edhe për zotruesit e këtyre gjuhëve, për të bërë ndërtimin e faqeve dhe stilin e tyre, gramatika dhe sintaksa e HTML-s dhe CSS-s është e domosdoshme. Ekzistojnë sa të duash programe falas e nëshitje për të krijuar një faqe interneti edhe duke mos patur asnjë njohuri të kësaj gramatike, por nëse flasim për programator, një zhvillues faqesh interneti, bazë për punën e tyre është HTML e binjakja e tij si themi CSS. Duke jetuar në botën e internetit, kur globin toksor apo dhe hapësirat qiellore i ka pushtuar marimangat digjitale e pajisjeve nga më të ndryshmet si kompjutera, smartphone, iPad, në rrjet ndjen edhe telekamera, stampante, pajisje elektroshtëpiake, frigorifer, lavatrice etj. Por robot, pajisje industriale e pambarim dispozitiva që shfrytëzojnë internetin për të bashkëvepruar e koordinuar programet informatike. Qëllimi i kursit ton është të përqendrohet tek elementët bazë të sintaksës së programimit. Natyrisht, nga të gjithë dihet që për të parë një faqe interneti në kompjuter apo në çdo lloj tjetër dispozitivi, duhet që ata të jenë të pajisur me programe që të lexojnë dokumentet që përbëjnë faqet e programuara. Të tillë programe quhen shfletues apo browsera. Aktualisht vlerësohen si më të mirë për kompjutera Google Chrome, Mozilla, Safari, ndërsa smartphone Chrome dhe Safari. Po çfarë shikon shfletuesi dhe çfarë shikon përdoruesi nuk janë e njëjta gjë. Janë si me tekstin e asaj këngës. Të tjera bën, të tjera thua që të më prishish mendjen mua. Po për te shakas, shikoni këtë faqe interneti. saranda.info. Ne si përdorues shikojmë këtë që kemi përpara syve. Po shfletuesi, ja çfarë shikon shfletuesi. Programin e përgatitur nga programatorët duke respektuar rregullat sintaksore. Prandaj qëllimi i kursit ton është të përvetsojmë këto njohuri. Fillojmë më së pari me HTML. Pra HTML, që në Shqip kam konstatuar përdorimin më të saktë, sistem i standardizuar për të etiketuar tekstin. Përcakton strukturën e një faqe interneti, për shembull, ky është një titull, ky është një imazh, ndërsa ky është një blok. Pikërisht është etiketimi i tekstit ai që u përshkruan shfletuesve se si do ta interpretojnë tekstin. Pra për të etiketuar një tekst duhet të nisim fillimin e tekstit pas etiketës, si gjithkund identifikohet me fjalën tag. Sipas rasteve që do të shohim në leksionet e tjera, sintaksa e programimit parashikon dhe mbylljen e tekstit me tag të mbylljes. Pra ç'është një etiket, një tag? Ja, marrim shembullin e faqes që pam më parë. Siç shikoni, nëpërmjet dy kufizuesve ndodhet një fjalë shkruar ose etiketa që i përket këtyre më poshtë. Për shembull, këtu gjendet fjala e shkruar që përcakton se Saranda Info është një titull dhe ja ku është. Saranda Info është titull. Ndërsa në tagun tjetër IMG, që është një imazh, tregon që ky është një imazh, ndërsa në të parin ishte një titull, në të dytën që tham është një imazh, ndërsa këtu është një tekst etj. Duke vazhduar tani me CSS, që në Shqip kam konstatuar përdorimin më të saktë, fletët e stilizimit të shkallëzuar. Përcaktojnë stilin e çdo faqe e interneti. Për shembull, si është një titull, si është një imazh,
si është ky blok. Fletët e stilizimit përcaktojnë llojin e shkrimit, përcaktojnë madhësinë e shkrimit, përcaktojnë ngjyrën e tjera të dhëna, për shembull për një tekst. Po për imazhe, për forma, për video, përsëri CSS përcaktojnë parametra se si do të jetë stili i tyre i paraqitjes. Përse të shkallëzuara me kaskada? Sepse rregullat që parashikon çdo element ruhen të pandryshuara në gjithë programin derisa programatori të ketë ndryshuar këto rregulla. Marrim një shembull të thjeshtë, se në detaj do flasim më vonë. Nëpërmjet HTML-s kemi përcaktuar një tekst që edhe browseret e interpretojnë si të tillë, për shembull fjalën përshëndetje. Por si do të jetë ky tekst? Si do të jetë lloji i shkronjave? Si do të jetë madhësia e tyre? Si do të jetë ngjyra? Këto programatori i parashikon në fletët e stilizimit dhe pra tag H1 do të trashëgojë në të gjitha shkallët, në vetit e parashikuara në fletën e stilit, ndërsa ndryshimi do të ndodhë atëherë kur programatori do të ketë vendosur ta modifikojë atë, dhe nga ngjyra e kuqe shikojmë që në tag H1 i fundit është me ngjyrë të verdhë. Pra tag H1 do të trashëgojë këto veti nga prindrit derisa programatori të ketë vendosur që pas një shkallë të ndryshojë ato. Këtu qëndron edhe një nga interesat më të mëdha për përdorimin e CSS-ve, sepse nëse duam të ndryshojmë, të themi ngjyrën e një rreshti në të gjitha nënfaqet e programit, nuk ka nevojë të kodojmë çdo faqe që mund të jenë me dhjetra, por mjafton të bëjmë modifikimet në faqen e stilive të shkallëzuara. Vlen të theksohet se HTML dhe CSS funksionojnë së bashku. I pari, HTML përcakton strukturën e çdo faqe e interneti. I dyti, CSS përcakton stilin e çdo faqe e interneti. Shikojmë një faqe të ndërtuar vetëm në HTML. Ja, kjo faqe ishte ndërtuar vetëm në HTML pa stilin. Dhe të tregon se janë këtu një lidhje, një link tjetër, një imazh, një tekst. Por si do të dukesh ky faqe me stilin e përcaktuar nga programatori? Ja si duket. Po e njëjta faqe që më parë ishte në këtë mënyrë, tani ajo duke përdorur faqen e stileve, duket kështu. Kjo tregon që këtu ka një mënyrë teksti, një lloj ngjyre, një sfond e tjera. Në leksionin e sotëm tentuam të bëjmë një panoramë të domosdoshmërisë së përvetësimit të HTML CSS për të krijimin dhe zhvillimin e faqeve të internetit që shpesh i emërtojmë në anglisht web page, por që janë e njëjta gjë që faqe interneti. Pavarësisht nga tendenca e portimit të fjalëve tuaja, shpjegimi në gjuhën shqipe është më i kuptueshëm dhe më njanon keq kuptimet dhe keq interpretimet. Kaq për sot. Ju faleminderit që më ndoqëm. Mirupafshim në leksionin tjetër.